Për herë të parë, Shqipëria vizitohet nga një kryeministër i Britanisë së Madhe. Keir Starmer mbërriti këtë të mërkurë në Tiranë. Në këtë kuadër u nënshkrua deklarata e përbashkët të Mbretërisë e Bashkuar Shqipëri për avancimin e bashkëpunimit dypalësh mbi prioritetet e përbashkëta. Gjithçka lidhet me eksportet në fushën e mbrojtjes dhe bashkëpunimin industrial. Kryeministri shqiptar Edi Rama e cilësoi si një nga momentet më të rëndësishme këtë takim, por edhe një bashkëpunim shumë të rëndësishëm mes dy vendeve. Rama u ndal edhe tek çështja e shqiptarëve që kanë tentuar të hyjnë në mënyrë të palishme në Britaninë e Madhe. Kemi arsye të jemi shumë krenar për punën që kemi bërë. Shifrat janë mbreslënse dhe unë përfitoj nga rasti i pranisë tuaj dhe i pranisë të dërguarve të medias britanike për të theksuar që referimi në shifrat e këtij bashkëpunimi shumë të suksesshëm është gjëja e duhur për publikun britanik dhe jo kultivimi i miteve, ndër cilët dhe miti se shqiptarët janë një problem për Britaninë. Pasi të gjitha shifrat flasin vetë. Në vitin 2024, numri i shqiptarëve që kanë hyrë apo tentuar të hyjnë në mënyrë të palishme në Britani është disa qindra. Ndërkohë që në momentin kur ne kemi shtyrë përpara për të ngritur task forcën e përbashkët, arriti në 12.000. Përkatësisht në vitin 2022 kur pati një fluks të madh. Dhe nga ana tjetër dua që të theksoj këtu dhe një shifër që më bën shumë përshtypje dhe na bën shumë përshtypje në tërësi, ne shqiptarëve, kur thuhet se 1 në 50 shqiptarë na qenë nga në burg, në Britani. Kjo është një gënjeshtër e madhe që ka marrë statusin e të vërtetës, ndërkohë që në të vërtetë shifra është 1.500. Kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer, tha se ndihet shumë i lumtur që ndodhet në Shqipëri, ndërsa uroi edhe kryeministrin shqiptar Edi Rama për fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhje. Kjo është një mundësi për të parë nga afër se si po punojnë dy vendet për sfidat madhore, tha ai. Është vërtet privilegj për mua që jam kryeministri i parë i Mbretërisë së Bashkuar që vi këtu për një takim dypalësh ndërmjet vendeve tona dhe mendoj që kjo është vërtet diçka madhore sepse pasqyron lidhjen e fortë ndërmjet dy vendeve tona dhe vërtet jam shumë i kënaqur që pasi e diskutuam këtë gjë më parë që në javën e parë që u bëra kryeministër ne kemi patur mundësinë tani që të vim në Shqipëri dhe të organizonim këtë takim dypalësh, natyrisht si pjesa që i paraprin samitit nesër. Përgëzime, urime për fitoren zgjedhore këtë javë dhe në fakt është vërtet gjë e madhe që jam këtu në Shqipëri për të hapur atë që unë e shoh si kapitullin e radhës në marrëdhënien e fortë dy vendeve tona, duke ofruar siguri dhe rritje këtu në Europë, por edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Por gjithashtu për mua, kjo është një mundësi për të parë nga afër se si po punojnë së bashku dy vendet tona për disa nga sfidat më madhore me të cilat ne përballemi. Sot në mëngjes, siç e dini, unë vajta në portin e Durrësit ku pash përpjekjet tona të përbashkëta për të goditur krimin kufitar, ndërkufitar, pra autoritetet ligjzbatuese të Shqipërisë dhe autoritetet ligjzbatuese të Mbretërisë së Bashkuar që punojnë krah për krah me njëri tjetrin.